Në rubrikën tonë më të re, Tuning Zone, sot jemi tek AutoLED ylli. Çfarë modifikimi do t'i bëhet veturës e ndjekim përmes materialit. Përshëndetje, sot gjendemi te AutoLED ylli, bashkëpunim me Drive Zone-ën, kështu që sot kemi vendosur këtë BMW me bë me ambient light. Fillimisht kena me bë demontimin e tapacirave, që kena me dërgu në zyrën punuese për vendosjen e shiritave LED. Normalisht, kjo BMW fabrikisht që dol nuk posedon ambient light. Do të thonë, as posedon ambient light, as vendat për ambient light. Fillimisht na kena me bë një improvizim ku makina e ka një vend më të përshtatshëm ku pronari ndjet më komod, më i kënaqur me këta ambient light. Pasi që kemi montu shiritin, LED-in për ambient light, tash e bojmë montimin e tapacirave dhe e testojmë LED-in, a është gjithçka në rregull, apo funksionon gjithçka. Fillimisht AutoLED ylli ekziston që 5 vite. Kështu përpos ambient lightit, normalisht bojmë edhe montimin e star lightit. Domethënë përpos ambient lightit dhe timonave kemi edhe pjesë aksesor, domethënë grilla, pjesë dekorative, normalisht që kemi edhe në stok edhe me porosi. Pasi që kemi demontu dhe pasi që kemi montu tapacirat dhe pjesë që kemi montuar, domethënë është vendosur ambient light dhe testimi ka përfunduar, kështu që mundemi me po se si ka dalë. AutoLED ylli gjendet në magjistralën Prishtinë-Podojev, kilometri 10, saktësisht në Besi.